në buxhetit Ministria e Kulturës. Për aktivitetet rinore, për muajin e rinis, pjesërisht komuna, pjesërisht ministria vetëm me do aktivitetet vetat, por ne s'kemi pas nevojë për programe artistike se kemi punu vetë mjaft, kemi pas tana zhanret, mjaftueshme. Gjithashtu, për komunës, për festa ndryshme, një buxhet themelor, një buxhet tepër simbolik, e kemi pas vazhdimisht. Por, jo mjaftueshëm asnjëherë, se krejt ata që luajnë valle, që luajnë teatr, që këndojnë, do të me pas rekvizita artistike, nuk mund del me rrobet e përditshme në skenë. Se artisti, përveç fjalës bukur, do të edhe elegancën me pas patjetër. Këtu në video shoh dhe natyrisht përshëndetje nga dëgjuesit dhe shikuesit që po na shohin përmes videos, Facebook-ut tim, nga Rudi Berisha na shkruan. Ai thotë përshëndetje i nderuar Ibnikim Enver Hysenin, një përshëndetje të veçantë edhe për zotëri Nezmi Balajn. Ore të dyve shëndet, paqja dhe jetë gjatë. Kështu thotë, ndër të tjera, ai shkruar më tej kështu. Edhe pse në shumë raste nuk kemi pajtuar me politikat kulturore të zotëri Balajt, ai thotë kështu, ndër të tjera në këtë shkrim, mbi të gjitha mbizotron falja, mirëkuptimi, respekti për njëri tjetrin. Vlerësimi për kontributin e dhënë nuk humbet, edhe kur qëndrimet tona kanë qenë të ndryshme. Kur kemi organizuar orë letrare në kuadër të ditëve të rinis, kështu shkruan ndër të tjera, pastaj do të lexoj nëse mundemi për shkak monitorit apo. Dhe thotë ndër të tjera për disa veprimtari, pra të cilat i ka organizuar, ai thotë kur kemi organizuar sot orë letrare në kuadër të ditëve të rinis në bashkëpunim me klubin letrar Rëzaj Paraziti dhe drejtorinë e kulturës. Ndoshta kemi hasur, ndoshta ndonjëherë pengesa që boronin nga politikat. Megjithatë ato nuk kanë qenë edhe të pakapërcyeshme dhe me përkushtim janë të kaluar me respekt, të sinqert Rudi Berisha ju përshëndet. Faleminderit shumë. Këto janë gjëra ndoshta pak më tinta. Më të vogla, apo jo? Sigurisht. Kështu shkruan ndër të tjera, pra, ke përshëndetje nga të tjerët, kemi shumë të cilët po na përcjellin në këtë çast këtu. I falenderojmë gjithë. Dëgjohet pra sigurisht për Rudi Berishën, i cili natyrisht i përshëndet ju dhe mua si udhëheqës. Këta trit kanë qenë shumë aktiv. Unë nuk i përmena Bekim Toçanin, Alberto Kellin, Shkurte Kadriun, Mynavere, Abdullahu, Podvorica, e shumë tjetë. Disave kemi bëtu libra, por me atë buxhet që ndrydhe i për administratave tona, shumë vështirë me realizue. Edhe ekspozitat, edhe bëtimin e librave. Edhe shpesh është së mujtë, veç me mirë kuptimi, i rregullon pastaj ato punë. Po, vërtet ashtu, sigurisht është. Mirë po, teatri Ardhushasani është emri i madh. Emri që është sigurisht simbolik, është emblem e teatrit, i vetëm në lap, por edhe më gjerë. Sepse ato janë ata të cilët kanë dhënë kontributin e madh për ta themeluar nga teatri i qytetit në atë profesional. Po, është punuar në vazhdimsi, para lufte, mbas lufte është punuar në vazhdimsi në teatr, tu përsosa kërkesa e drejtorisë e dhagrunit. Adron Teguri sigurisht është një ata që më shumë di ka punuar. Është rrumbullaksu shumë mirë teatri dhe mirë po funksionon. Unë ma pak po i shoh se po shfaqet vonë edhe po më pengon ajo mua. Mirë, duke zhvilluar disa punime tashmë aty në objekt, kështu që pak a shumë janë shtyrë disa. Mirë, po shpresojmë se shpejti do të kemi. Po le të jetë hapësirë, se hapësirë s'kena pas kur për aktivitete kulturore. A keni ndonjë kujtim të veçantë që do të dëshironi ta ndani me publikun për shkak? Çka ka mbetur? 20 vjet. Unë vetë që falenderoj edhe Rudin edhe të tjerë, edhe gra ka pas ma shumë atëre se sot në sallë, edhe kur përfundon të çdo aktivitet, unë e thesha ndonjëherën prej tyre që ka qenë pak sa më përgatitur, e thesha të lutem veç vretit, çka është keq.
Ai më thoshte çik jo s'ban, edhe e kisha kritiken më të mirë. Edhe ende jemi miq, kur takohemi, rrim, nalmi, s'dim që mallë jo veç gratë, edhe burrat, për e fëmijët din me ta dhonë një vlerësim të mirë. Unë po i marr një shembull që kam lexuar të Odisea Paskallit. Odisea Paskalli ka qenë për skulptur njëri barkant, tepër i madh. E ka përfitu rriturin. E kur ka kalu një fëmijë, buz skulpturës i ka thonë, aq, pse si keni thonë buk, ka përshet që është të dek njeri. E me thonë e ka realizuat bukur, e ka paraqitur rritur, pa ujë, pa bukur shtrim me vdek. E me thonë, edhe fëmiju mundet me të vlerësu bukur. Edhe gratë, edhe burrat. Unë e kur shqeqa në për Prizrenin Gjakov që shqeqa me teatr, me program, kur i pasha vjetër, plesht, me plakën për dore, hiken teatr, i thësha, na jemi shumë mrapa. E unë arrita shumë shpejt. E kam te kalu, se tash ka grane për aktivitete bon, e vajzën. Sigurisht të vaj, jemi në fund, sepse kemi kalu kohën. Çfarë porosie keni për rinin që duan të punojnë në fushën e kulturës dhe të shërbimit publik në përgjithësi? Unë e di, e kam përcjell që buxhet e ka, edhe nuk jam në rrugë ta shtypta se kur në periudhën time, se kam mjaft, vetëm do të me bë projektin. Me bë projektin edhe me arsyetu me punë ata. Edhe ju, njëjtë do të me konkuru. Pse jo? Ke bërë një informimin për krejt qytetarët, për tëna drejtorit, për tëna veprimtarit, ekonomi, shëndetësi, kulturë, arsim. A do më thosh kështu sinqerisht, qeltërsisht sa je i kënaqur me punën time? Unë ju falenderoj shumë se në çdo hap i keni përcjell tëna aktivitetet, jo vetëm kulturore, por edhe shëndetësisë, e të arsimit, e sportit, ekonomi. Me kulturë që janë shumë afër, e ke pa dhe në ushtrim, e ke marrë pjesë, e ke pa gjitha këto aktivitete, dhe sikur unë që kam qenë drejtor, sikur të që ka qenë gazetar njëjtë. Shumë interesant dhe me të vërtet. Po kam ndodhur për shembull drejtor për shembull që shumë ngjarje kanë qenë paralel në njëjtën kohë. Kështu që i kisha vështirë të shkoj në cilën të shkoj ta zgjidh, sepse nuk ishim shumë edhe gazetar. Sepse i ndjeri Bilazim Kadriu, kryeredaktor përgjithësi ka qenë, ai i pari më dërgoi në terren. Thotë njerën do ta dërgojmë në terren sepse duket se s'kemi gazetar. Kështu që unë shkova për sport, për radio transmetime. Mirë po megjithatë thotë Bilim, shpesh më kanë thënë shokët e mi, çfarë bëke që ndryshove ti edhe detyrën? Kalove prej sportit në shumë tjera. Dhe thash, sigurisht të paraqit nevojë që unë të jem më në mungesë të gazetarëve, sigurisht edhe unë, kështu që do të rrova të shkoj me kërkesën e redaksisë së Radio Llapit. 25 vjet po bën këtu. Gati në pension. Falenderoj shumë. Jo falenderit shumë për durimin që keni pas. Ne veç segmente kemi marrë për krejt asaj rrugët gjatë të mëndimshme. Po edhe knatësi po. Sigurisht. Edhe knatësi po. Sa dëgjuesi vërtet na ka shikuar përmes ekraneve të telefonit, po edhe dëgjuesi përmes valës 103.2, jam të shumë të drejtor. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Përshëndes përzemërsisht dhe ishte kënaqësi që ndam sa të pak do kujtime, të cilat janë të vlefshme. Edhe për sot dhe për nesër. Gjithashtu. Janë do thosh gur në mur, apo jo? Për të ndërtuar mure. Do thosha kala që nuk harrohen, apo jo? Ato janë në farë mënyre për ta bërë atë më të mirën, sepse ju keni bërë atë gjithmonë vallëdrimin e njerëzve, gjithmonë i ke bashkuar njerëzit. Natyrisht kritikat edhe unë i pranoj për vete, edhe ju. Ato janë më të mira për ne, sepse ne pastaj na shtyn që mendojmë edhe ndryshojmë diçka ndoshta nga vetja edhe më mirë ta bëjmë një punë apo një veprim. Apo jam drejtor? Ju faleminderit, kënaqësia ime që isha në studio të ju. Falenderoj shumë. I përshëndes dëgjuesit që kishin durim, siç tha dhe ish drejtori, dhe falenderoj gjithë pra që ishin vërtet duke na dëgjuar. Kaq ishin për sot.